Tokat bujqësore në Elbasan po dëmtohen nga metalet e rënda dhe prodhimi i ferrokromit. Arrestimi 16 personave që shkaktonin ndotje atmosferike, duke djegur goma dhe bateri. Mund të pastroj ajrin, por jo tokën dhe ujërat, sepse toksinat e çliruara nga djegja kërkojnë muaj për t'u asgjësuar. E gjithë kjo ndotje mjedisore nuk qëndron vetëm në zonën e metalurgjikut, por edhe në fshatrat përreth, ku banorët vetëm në mënyrë jetese kanë bujqësinë. Pikërisht, ky ajër i papastër po vret punën e ndershme të fermerëve, të cilët edhe pse kanë preferuar që të qëndrojnë larg pompës me pesticide, është pikërisht ndotja atmosferike, ajo që po dëmton prodhimet e tyre, sepse toka dhe bimet po helmohen pikërisht nga metalurgjiku. E më pas, këto prodhime produkte bujqësore vinë në tryezën tonë si të freskëta dhe të shëndetshme. Për shembull, unë me pesticide nuk spërkas. Këto quhen pagjidhës. Gracka. Insektet futen këtu brenda, ngelin këtu edhe ngordhin. Janë nga mirë. Mbi 30% po ndikon. Te bimësia, se bimësia kur rritet si misër, si njënxha, i bite lulja. Aja nuk i jep zhvillim. E len vend, në tralë. 3 muaj më parë, Kroacia dhe Slovenia bllokuan pjeshk dhe speca nga Shqipëria me përmbajtje nikeli, dhe fajin për këtë nuk e kanë bujqit tanë, por fabrikat që djegin bateri. Nga një tokë e bekuar bujqësore, Elbasani tani më zotëron tokë të mallkuar, ku rriten perime të rrezikshme. Bateritë janë të përbërë me shumë metale të rënda. Metalet nuk dalin këto gazra, po gjithë mbetjet e tyre depozitohen në tokë dhe pasaj përmjet lëvizjes ujrave në ujrat nëntoksore ose në ujrat mbitoksore. Të dy këto aktivitete janë aktivitete totalisht palejueshme. Ndërsa të mbjellat vaditen me ujë të papastër. Lumrat e nafës kalojnë përzin me ujë, edhe të tokat bujqësore. Bëhet bima ashtu. Ferrokrami, ai në biznes. Po dalë natën dhe tje, tymi verë. Aktiviteti i paligjshëm zhvillohet natën për gjurmët e tymit pushojnë herët në mëngjes në shtëpitë e banorëve. Ngelëm ditë për ditë duke pastruar farmak të dretarëve nga ajri ndotur. Banorët e zonës thonë se kjo është industria që po merr frymën. Djegja e gomave krijon një problem shumë të madh në atmosferë. Ndëmimi i madh është për komunitetet lokale. Po thuj fshati tjetër brenda shesh i ka kap shumë, jo mëlçia, jo mushkuria, këto smundjet kanceroze. Për disa të tjerë, ajri, toka dhe uji ndotur është shndërruar në një normalitet. Keni të vështirë të jetoni në këtë ndotje? Ja. Jo, i mësu.